Zemërohuni një herë. Klithma që nuk plaket kur. Në vitin 1901, Fajt Konica nuk shkroi thjesht vargje. Ai shkroi një manifest për turpin kombëtar, një pasqyrë që shqiptarët nuk patën guxim ta shihnin aso kohe, dhe, për fat të keq, shumë nuk e shohin as sot. As buk, as brek s'ju lan. Ju punoni, ata han. Mjafton ky varg për të kuptuar se çfarë ka ndjekur ky popull, të raskapitet, të robërohet, të mashtrohet, të hesh. Dhe kjo nuk është thjesht histori. Është pasqyrë e sotme. Sepse edhe sot shqiptarët punojnë dhe han të tjerët. Hajdutët e tenderëve. Politikanët e pallateve luksoze. Kryetarët që mbushin xhepat me miliona, ndërsa populli mat racionin me gram. Konica i tha gjërat si janë, me përçmim, me dhimbje, me zë të larë. Nuk ju lan as pakës nder. Që kini pasur për herë. Aty ku dikur shqiptarët njieshin për trimëri, besë, mikpritje dhe ndershmëri, sot jemi kthyer në popull që fal pushtuesin, përkëdhel tradhtarin dhe ngre në qiell mashtruesin. Politika shqiptare sot është një karnaval i neveritshëm, ku ndërrimi i maskave quhet ndryshim dhe gënjeshtra quhet strategji. Shqiptari hesht. Shqiptari ul kokën. Shqiptari shtiret sikur se sheh. Uni kryet dhe po rrini, pse nuk po ngrihemi kur? A është kjo trashëgimi genetike e robërisë? Apo produkti një sistemi që e ka mësuar njeriun shqiptar të mbyll gojen dhe të hajë ç'ti japin? O shqiptar barkzbrazur. Fustanxjer e këmbëzbathur. Konica nuk po fliste për varfërinë fizike, fliste për varfërinë morale, për turpin që nuk ndjehet më, për ndershmërinë që është kthyer në budallallë. Ai I thoshte troç një populli të tërë, jeni kthyer në sklever pa zinxhir, jeni në burg pa mure, dhe po e shihoni atë burg si të ishte liri. Zemërohuni një herë, por a dini më të zemëroheni? Ky është thelbi. Ky është zëri që akoma tun tokën, por që pak e dëgjojnë. Sepse shoqëria jonë sot nuk zemërohet për padrejtësi, por për fatura të telefonit. Nuk zemërohet për varfëri, por për bllokime rrjeti. Nuk zemërohet për dinjitet, por për TikTok. Fajt Konica nuk ka nevojë të ringjallët. Ai është ende gjallë në çdo varg të tij. Pyetja është, a ka mbetur ende shqiptar që kanë turp? A ka mbetur gjak që vlon për nderin, jo për klikime? As krenar, por veç të dhier, një thyrje apo një diagnozë? As krenar, por veç të dhier. Ky është vargu më I rënd që është shkruar ndonjëherë për një popull nga një bir I vet. Jo për të poshtëruar, por për të zgjuar. Është e turpshme që ky varg vlen më shumë sot se në vitin 1901. Sepse të paktën në kohën e Konicës, shqiptari nuk kishte shtet. Sot kemi shtet, por nuk kemi më shpirt. Atëherë kishim robëri, sot kemi pazar. Atëherë kishim bajrak, sot kemi background me logo partie. Përfundim, a do guxojmë të reagojmë ndonjëherë? Thirrja e Fajt Konicës nuk është poezi. Është alarm kombëtar. Është shuplak për gjumin kolektiv. Dhe duhet të shfaqet në çdo shkollë, në çdo rrjet social, në çdo balkon ku valvitet flamuri. Mos I lexoni vargjet e Konicës si poezi, lexojini si aktakuza. Sepse çdo herë që heshtim ndaj padrejtësisë, nderi vdes edhe më shumë. Dhe nëse nuk zemërohemi as sot, as nesër, as kurdoher, atëherë me të drejtë historia do të na kujtojë siç na përshkroi Konica. As krenar, por veç të dhier.